Komisioni Rregullator Energjetik deri në fund të këtij muaji ose në fillim të muajit të ardhshëm do të shpallë çmimin për transmitimin dhe shpërndarjen e energjisë elektrike. Kreu i Komisionit Rregullator, Marko Bislimovski, ka deklaruar se nuk pret ndryshime të çmimit të energjisë elektrike, pavarësisht faktit se MEPS ka kërkuar rritje minimale prej 0.67%. Duke marrë parasysh se gjatë këtij muaji do të ketë një tender për furnizimin e humjeve të energjisë elektrike, të cilat kanë ndikim jashtëzakonisht të madh në çmimin e energjisë elektrike, ashtu që deri në fund të këtij muaji ose në fillim të muajit të ardhshëm do të dimë çmimet e përcaktuara nga KRRE. Ato janë transmetimi dhe shpërndarja e energjisë elektrike dhe këtu nuk besoj se do të ketë ndryshime. Pas përfundimit të tenderit për furnizuesin universal, konform ligjit të ri për energjetikën, EVN Home do të shpallë çmimin e ri për anvizëritë dhe konsumatorët e vegjël. Për më tepër, nga MEPS thonë se nuk presin ndërprerje të energjisë në periudhën e dimrit. Ata thonë se po investojnë në vazhdimsi dhe se qytetarët duhen të jenë të qetë. Nga atje shtojnë se në vijim është vazhdimi i marrëveshjes për realizimin e interkonektorit midis Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Nga MEPS paralajmërojnë se përmes granteve nga mekanizmi i investimeve në Ballkanin Perëndimor planifikojnë të investojnë në rrjetin e transmetimit në mënyrë që të sigurojnë furnizim të pandërprerë të energjisë.